Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, vazhdojmë me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e përcjell sahabiu i nderuar Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, ku na tregon dhe thotë: më ka porositur mua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 7 gjëra, domethënë 7 çështje ndër më të rëndësishmet dhe më kryesoret. Amarani bi hubbil masakin wa dunuwi minhum. Më ka urdhëruar që t'i dua të varfrit dhe t'u qëndroj pranë atyre. Më ka urdhëruar të shikoj ata që janë poshtë meje në të gjitha situatat e jetës, jo vetëm ato ekonomike, dhe të mos e ngrej kokën për të parë gjithmonë ata të cilët janë mbi mua. E vazhdojmë sot me porosinë e tretë të këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: wa amarani bi silati rahimi wa in adbarat. Më ka urdhëruar mua pejgamberi alayhi salatu wassalam që t'i mbaj fort lidhjet farefisnore, edhe nëse lidhja farefisnore, pra farefisi, ma kthen shpinën. Shikoni se sa preciz është i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në atë mesazhin të cilin kërkon të na e përcjell. Ta mbash fort farefisin, lidhjen farefisnore, edhe kur kjo, pra kur farefisi ta kthen shpinën. Allahu xhalla xhelalu në Kur'anin e tij famlart na drejtohet duke na thënë: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Allahu urdhëron për drejtësi me çdo, me bamirësi ndaj kujt personi që të mundesh, wa ita'i dhil qurba, dhe të japësh hakun, detyrimet të afërmve. Të japësh detyrimet, të kryesh detyrimet, t'u japësh të drejtat të afërmve. Dhe natyrisht lind pyetja se cilët janë këta të afërmit, pa cili është farefisi. Dietarët e Islamit kanë thënë farefisi është kushdo, pra lidhja e gjakut sado e largët qoftë ajo, e pa përkufizuar në breza, as në 2, as në 4, as në 7. Edhe nëse shkon tek gjyshi i 10. Ndaj vrejmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ju shpall ajeti kuranor: wa andhir ashiratakal aqrabin, dhe ti paralajmëroj të afërmit e tua. E tu pejgamberi alayhi salatu wasalam u ngjit në kodrën e Safas dhe filloi duke i thirrur dhe duke thënë: ja bani Fihr, o barku i Fihrit, të cilët nuk ishin aq të afër me pejgamberin siç ishin xhajallarët e tij, por ishin i njëjti fis, dhe e ka nisur ç'është e vërtetë duke thritur më të largëtit derisa ka përfunduar tek më të afërmit, siç ishte Safia, halla e tij, apo siç ishte Fatimia, e bija e tij. Kjo pra për të treguar dhe për të na mësuar neve se farefis, sa do i largët qoftë, ke detyrime ndaj tij. Arsyeja sepse ne të nderuarit e mi nuk i kemi zgjedhur dot prindrit dhe paraardhësit tonë. Nuk i kemi zgjedhur dot. Akraballokun ton nuk e keme për zgjedhje. Shoqërinë mundesh ta zgjedhësh, miqësinë mundesh ta zgjedhësh, ndërsa farefisin dhe akraballokun të afërmit i ke dhurat prej Allahut subhanahu wa ta'ala dhe lipset prej teje që ti marrësh fort. Dhe atëherë kur thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: wa in adbarat, edhe nëse ta kthen shpinën ky i fundit. I dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam u ka treguar sahabëve, por na ka dhënë dhe ne një mësim madhështor, duke u thënë: khairu tabi'ina Uwais al-Qarani. Më i mirë i brezit të tabiinëve është një person që quhet Uwais al-Qarani. I pyetur se përse vallo i dërguar i Zotit, domethënë ky person do të jetë i tillë, ka thënë: Uwaisi ka qenë i smur, ka qenë i prekur nga lebroza në trupin e tij. Mirë, po duke qenë se ishte tepër nderues dhe respektues i nënës së tij, Allahu me madhënit vet e ka shëruar të tërin
Me lutjet e nënës pra përpos kujt? Përpos një pjesë të vogël që e ka lënë si shenjë në fundin e barkut të tij. Ndaj kush prej jush mundet që të lutet për të Uejsi të mos e kursej, pra kur të takoj t'i thoj bëj lutje për mua. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sa herë që vinin ose shkonin në Medinë karvane nga Jemeni, pyeste a është në mesin tuaj Uejs el-Qarani, derisa erdhi dita dhe u takua me këtë person. A ti thot je Uejs el-Qarani, po i thot Umerit radiallahu anhu. A është e vërtetë thot se ke qenë i smur me lebrozi, prekur nga lebroza, je i shëruar i tëri përpos një pjesë të vogël në madhësinë e një dirhemi në fundin e barkut tënd, thot po. A mundesh të ma tregosh thot, dhe pasi e ngren rrobën dhe e sheh, i thot Umeri radiallahu anhu, atëherë kërkoj prej teje të lutesh për mua. Thot, a unë të bëj lutje për ty o Umer? Pra ti e shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti je një ndër 10 përgëzuarit me xhennet. I thot Umeri, po, sepse i dashmi ynë na ka porosit se ai person i cili takohet me të, le t'i kërkoj atij lutje. Të nderuarit e mi, ishte pikërisht burimi i respektit që kishte ndaj nënës, afrimiteti më i afërt, lidhja më e afërt e mundshme, respekti dhe nderimi që kishte treguar për të, ajo që ja kishte mundsuar të kishte pikërisht dhe lutje të pranuara. Një prej nxënësve të Imam Ahmedit rahimahullah, Baqi ibn Makhlad rahimahullah, i cili është përcjell për të se për 33 vite me radhë ka qenë në kërkim të diturisë. Sot i bëjnë 3 javë dhe kërkojnë me të dhënë mend fenë Allahut subhanahu wa taala. 33 vite me radhë në kërkim të diturisë, 20 prej tyre vetëm në kërkim të hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, për cilat thotë nuk kam udhëtuar askund në kërkim të dijes së hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, vetëm se më këmbë që këmbët dhe kjo vepër të dëshmoj për mua tek Allahu në ditën e gjykimit. Madje kur shkoi tek Imam Ahmedi rahimahullah, rastisi që Imam Ahmedi të ishte në arrest shtëpiak dhe shkon tek ky zotni i nderuar, njeriu i cili në Bagdad shkonte nga Spanja, kishte lënë pas 2 kontinente për të takuar dhe për të përfituar prej tij. Pasi troket në derën e tij del Imam Ahmedi dhe i shpalos planin që ai kishte. I thot Imam Ahmedi, e kam të pamundur pasi unë gjendem tashmë në arrest shtëpiak. Thot, ata jep një zgjedhje o hoxh. Për çdo ditë që unë vi, më jep nga një pitë e bukë. Do thonë arabët e kanë zakon që buka e tyre do të thonë është pite. Thot, më jep nga një pite. Dhe kur më jep atë pite, më jep dhe një hadith pejgamberit alayhi salam. Dhe vazhdoi për një gjendje të tillë për plot 6 muaj me radhë. Dhe pas 6 muajve kur hoxha domethënë totalisht doli i lirë, doli në xhami, e uli në krah dhe tha këtij personi i takon të qëndrojë këtu për brimeje. Baqi ibn Makhlad tregohet në jetën e tij se një person shkon për t'i qarë hallin, një nënë e cila e kishte fëmijën e saj të burgosur, ose më mirë themi e kishte rob, ishte koha e pengjeve, dhe kërkohej shpagim për lirimin e tij. I thot, të lutem, thot, e kam vetëm shtëpinë. Mirë, po kërkoj të më ndihmosh që ta shes me çmimin më të mirë të mundshëm që të arrij ta liroj djalin tim. Dashuria e prindit, respektimi i prindit vjen direkt pas respektimit të Allahut dhe të dërguarit të tij. Po ashtu dhe dashuria për to. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wassalam thot, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Nuk hyn në xhennet ai i cili shkëput lidhjet farefisnore. Dhe i thot hoxha, si e ke hallin? Pasi ja qan hallin e saj, i thot, a nuk e di se e ke një por që ka zgjidhjen, bart zgjidhjen për ty? Drejtoju Allahut fillimisht me lutje,
duke mos I lënë sebebet, por le të jetë lutja me bindje të plotë. Dhe në të njëjtën kohë thot, u lut dhe ky person për të. Kur u lut ky person për të, në krye të javës vjen ëma bashkë me të birin për vizitë sërish tek ky dietar, duke I thënë, ky është djali për cilin kërkova të shisja dhe shtëpinë. Dhe kur I tregon se si ndodhi një diçka e tillë, sekreti ndodhej pikërisht tek lutja e nënës. Tek lutja e nënës, të nderuarit e mi. Pejgamberi ynë I dashur një ditë prej ditësh I apret rrugën një person, një nomad, një beduin, I cili e kap deven mbi cilën udhtonte pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kap për frerin dhe I thot: "O I dërguari I Allahut, dëshiroj të të pyes se çfarë është ajo vepër e cila më shumti më afron mua me xhenetin dhe më largon nga zjarri I xhehenemit." Pejgamberi alayhi salatu wassalam e ndali atë deven e tij dhe u drejtohet shokëve të cilët e shoqëronin. Ja qelloi ky thot me pyetjen, sepse duhet dish se cilat janë pyetjet primare për cilat duhet pyesësh në jetën tënde. Ja qelloi thot ky me pyetjen. Thot ma përsërit dhe një herë pyetjen tënde, dhe pasi ja përsërit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot: "Ta adhurosh Allahun duke mos I bërë shok atij, baza e besimit tonë, pa diskutueshme. Ta falësh namazin, ta japësh zakatin dhe ti mbash fort lidhjet farefisnore. Dhe ti mbash fort lidhjet farefisnore. Lidhjet farefisnore janë identifikim I besimit që njeriu bart në zemrën e tij. Nuk është thjesht raport njerëzor, por identifikim I besimit që e bart në zemër, me cilin karakterizohet mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Ndaj e lutim Allahun, Zot na bëj prej tyre të cilët I respektojnë këto urdhëresa hyjnore, këto porosi profetike. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal kamilin. Wa afdalus salati wa tammu taslim ala sayyidina wa sayyidil khalq ibn al-Qasim Muhammad ibn Abdullah Sadiq al-Wa'd al-Amin. وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka gjunah ose gjunahu I cili është I predispozuar që Allahu ta shpejtojë ndëshkimin për të në dynja, veç atij që fsheh për të në ahiret ose e pret në ahiret, siç është gjunahu I padrejtësisë, të bërit padrejtësi dhe I shkëputjes së lidhjes farefisnore. Pra këto dy gjunahe janë prej atyre gjunaheve që Zoti nuk I lën, nuk I shtyn, nuk I vonon, nuk I lën për në ahiret. Ai që bën padrejtësi do ta shohë pasojë ose do të nisë ta shohë pasojën e padrejtësisë ti pikërisht këtu në dynja. O Zot, mos na bëj prej tyre, na bëj prej drejtëve o Zot. Na mundso të dalim prej kësaj dynjaje duke mos I bërë padrejtësi askujt. Nuk ka person pra që do t'i vonohet ose do t'i përshpejtohet vetëm se do t'jenë shkak pikërisht të dy gjunahe. E pikërisht në këto dy gjëra I gjen njerëzit që janë më tolerantë se kurrë. Për sa I përket padrejtësisë, se marrin me sportivitetin më të madh. Nuk e din se Allahu nuk e lën padrejtësinë, nuk e toleron padrejtësinë. Në lidhje farefisnore e kalon atë në dorën e dytë. Më erdhi do t'i shkoj, më foli do t'i flas, më përshëndeti do ta përshëndes, në të kundërt as nuk e njoh dhe as nuk njeh.
Ndërkohë që pejgamberi i dashur na tregon të thotë Lejse l-wasilu bil mukafa, nuk konsiderohet se po i mban lidhjet farefisnore ai i cili po kërkon shpërblimin. Pra, më ka vizitu, do ta vizitoj. Më ka ndihmu, do ta ndihmoj. Më ka fol, më ka përshëndet, do e përshëndes. Nuk është ky ai i cili mban lidhje farefisnore. Por lidhjet farefisnore është ai i cili kur i kthen shpinën farefisi, ky sërish për hatër të Allahut përpiqet ta mbajë fort këtë lidhje farefisnore. Një ditë për ditësh i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam tek ecte në shoqërinë e shokëve të tij në treg, pa një rrobe i cila, domethënë në pamjen e të tjerëve, jo në shikimin e pejgamberit, i pëlqeu ose i tërhoqi vëmendjen. I thot Omeri radhiyallahu anhu, i dërguari i Allahut, a dëshiron të ta blejmë si dhurat këtë rrobë dhe ta kesh domethënë si uniform vetëm kur pret delegacionet e huaja? I thotë Omer, po a rrobe për ne është kjo? Ishte rrobe për i mëndafshi. Dhe siç e dini të nderuarit e mi, mëndafshi është i ndaluar në Islam për meshkujt, përpos për personin i cili ka smundje dhe mjekësia thotë se duhet ta veshë thjesht për të kuruar. Thot, a nuk e dinë Omer se kjo nuk është rroba e njerëzve të ndershëm prej nesh, por po e shihe me habi, domethënë se si mund të serviret kjo për të shitur. Pas një farë kohe pejgamberit alayhi salatu wassalam i dhurohet një ngjashme. Dhe kur e sheh Omeri radhiyallahu anhu, i thotë i dërguari i Allahut, çfarë do bësh me këtë? Thot, merre dhurat ti Omer. Thotë i dërguari i Zotit, përderisa është ndaluar për ty, është ndaluar dhe për mua. Thot, a nuk ke ndonjë të afërm që dëshiron t'ia fitosh zemrën, thot Omer? Dhe ja dhuron, thot Omeri, një të afërmit të tij, i cili akoma s'ishte bërë musliman. Nuk ishte bërë musliman thjesht për të fituar zemrën për në Islam. Pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam i porosiste shokët e tij vazhdimisht në mënyrë të vazhdueshme që t'i mbajnë lidhjet farefisnore, dhe nëse me personat në fjalë i ndan feja dhe besimi. Sepse ne kshu na mëson ky besim. Na mëson që të jetojmë sa më pranë me të tjerët. Na mëson që të jemi pro familjes. Na mëson që të jemi pro njerëzimit. Na mëson që të jemi musliman të dorëzuar ndaj Allahut subhanahu wa taala vazhdimisht, duke lënë mënjan egot tona, duke lënë mënjan inatet tona, kryenërsitë tona, dhe duke ju nënshtruar Allahut subhanahu wa taala në gjithçka ai kërkon prej nesh. Dhe Allahu ka kërkuar prej nesh të bëhemi robër ndaj madhnisë së tij. Njerëz na ka krijuar të gjithëve, robër ka kërkuar prej nesh të bëhemi me veprat tona. Ndaj të nderuarit e mi, le ta kemi në fokusin ton vazhdimisht familjen, farefisin, të afërmit, fqinjët, veçanërisht akoma dhe më shumë me ata me të cilët ndan besimin, me ata me të cilët rreshtohesh për krah duke shprehur bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, me ata me të cilët në agim dhe në mbrëmje nxiton për të kërkuar faljen e Allahut dhe për të shprehur ndjenjën e bindjes ndaj tij. Të lutem ty i madhnueshmi Allah na falë na mëshiro. Na pajisë Zot me moralet e larta të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Na bëj o Zot jetën të lehtë dhe na mundso të avëmë në shërbim të fesë tënde. Na bëj o Zot vdekjen të lehtë dhe na mundso o Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo sëmurë Allah shëroje, për çdo stresuar, brengosur, të munduar nga hallat e jetës, Zot ndihmoje në largimin e këtyre pengesave. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo të munduar nga borxhet, ndihmoje o Zot në shlyerjen e borxheve të tij. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo musliman anë mban botës, kudo që ai gjendet, kudo që i cënohet siguria e tij, Zot jepi siguri, jepi strehim, jepi ushqim, jepi dashamirësi, e veçanërisht muslimanëve të Palestinës, akoma më shumë atyre të Gazës, ku do derdhet gjaku i muslimanit. Na udhëzo Zot për punët më të mira, për veprat më të drejta. Na bëj o Zot të dashur me krijesat e tua,
na bëj ta duam njëri tjetrin për hatrin tënd, o i madhnueshmi Allah. Të lutemi ty, i madhnueshmi Allah, sikurse na mundsove të mbledhemi në këtë vend begat, në këtë ditë begat, për të madhruar madhërinë tënde, na mundsoj, madhnueshmi Allah, që të gjithë bashku, bashkë me familjet tona, fëmijët tanë, dashamirët tanë, të gjithë ata të cilët i duam dhe na duan për hatrin tënd, të mbledhemi tek madhnia jote në shoqërinë e dashurit zemrave tona Hazreti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما